Takimin e parë zyrtar pas zgjedhjes si kryetari i Këshillit të Bashkisë së Fierit, Melsi Bogdani zgjodhi ta bëjë në Vlorë këtë të premte, ku u prit nga homologe e tij Elpiniqi Mërkuri. Në takim edhe një përfaqësi antarëve të dy këshillave bashkiak. Kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri i uroi mirëseardhjen kryetarit të Këshillit Bashkiak të Fierit, si dhe disa prej këshilltarëve bashkiak të qytetit fqinj. Mërkuri tha se interesi për Vlorën nga qeveria është shumë i madh, ndërsa qyteti bregdetar ka një qasje pozitive drejt projekteve madhore të qeverisë qendrore. Dhe interesi është shumë i madh. Kjo nisur që nga qeveria dhe patjetër dhe nga pjesa e qeverisë vendore për pjesën e investimit dhe për pjesat e gjithë projekteve të mëdha që bëhen në këtë qytet. Patjetër që Vlora është emblem e turizmit shqiptar, është një qytet strategjik, bregdetar, i cili në fakt vitet e fundit ka pasur një qasje shumë pozitive në pjesën e projekteve të cilat kanë ardhur nga qeveria qendrore. Dhe patjetër që jemi falenderues kryeministrit të vendit për vizionin e tij dhe për gjithë vëmendjen që ka për qytetin tonë. Projekte shumë të mira po zhvillohen dhe janë duke u punuar dhe projektuar që nga aeroporti në fakt i Vlorës, që është një investim shumë i madh i cili do të sjellë patjetër një vëmendje shumë të madhe për qytetin tonë, por jo vetëm për qytetin tonë, edhe për Fierin, por edhe për gjithë jugun. Në momentin që do të përfundoj investimi, patjetër. Kemi pjesën e tunelit Llogarajs, i cili për sezonin e verës, meqenëse jemi afër sezonit të verës, bën një ndihmë shumë të madhe në komunikimin midis Vlorës edhe pjesës së Bashkisë së Imarës. Mërkuri njohu kryetarin e Këshillit Bashkiak të Fierit dhe antarët e tij se buxheti i Bashkisë së Vlorës ka prekur një sër investimesh të rëndësishme, kryesisht në infrastrukturën rrugore. Po punohet në këtë muajt që duke nisur që nga java e shkuar edhe në vim, po punohet në mbylljen e gjitha rrugëve dhe duke u asfaltuar gjitha këto problematika të cilat kanë qenë të mbartura për këto 2 vitet e shkuara, por duke pasur parasysh përfitimin që ka nga investimi i ujësjellësit, patjetër që jemi treguar dashamirës përtej asaj mërzisë që gjithë mund të kemi në momentin që kalojmë në një rrugë jo fort, projekte shumë të mira, ka pasur investime shumë të mira në fakt, të cilat realisht janë të publikuara dhe janë lehtësisht të gjenshme. Ajo që duhet të vihet të re dhe të evidentohet për qytetin tonë është fakti që ne jemi një qytet shumë me një popull realisht shumë dashamirës, shumë pozitiv, njerëz familjar, njerëz cilët e duan zhvillimin dhe kanë dashur që në vite shumë të hershme dhe jemi njerëz fakt cilët për hatër të faktit që duam të punojmë dhe duam ndryshimin dhe pjesën e ndryshimit e presim gjithmonë me shumë ankth dhe jemi shumë gjanxet në momentin që duam ta shikojmë sa më shpejt ndryshimin. Por kjo gjitha është për hatër të faktit se ne duam gjën e bukur dhe duam gjën e mirë dhe prandaj ndodhin gjitha dhe këto, ndoshta këto gjëra që mezi presim gjithmonë të kemi dhe të shikojmë gjërat e mbaruara dhe të përfunduara në mënyrë të suksesshme. Kryetari i Këshillit Bashkiak të Fierit, Melsi Bogdani, tha se është një kënaqësi e veçantë të jetë në Vlorë në këtë takim me Këshillin Bashkiak të Vlorës, pasi 2 qytetet ndajnë jo vetëm kufit gjeografik, por kanë edhe sfida e potenciale të mëdha. Ndaj, sipas tij, bashkëpunimi në vijim do të ketë një agjendë të mirë përcaktuar. Është një kënaqësi e veçantë dhe një përgjegjësi e lartë institucionale që sot së bashku me një pjesë të kryesisë dhe kryetarët e komisioneve tona të përhershme të Këshillit Bashkiak Fier gjendemi këtu në këtë qytet me peshë historike dhe strategjike për mbar vendin. Ju falenderoj përzemërsisht kryetare për ftesën dhe mikpritjen tuaj të ngrohtë. Ky takim nuk është thjesht një vizitë protokollare, por një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një ure bashkëpunimi midis 2 këshillave bashkiak më të rëndësishëm në Shqipëri. Qytetet tona ndajnë jo vetëm kufi gjeografik, por dhe sfida e potenciale të mëdha administrative, sociale e ekonomike. Për ta bërë këtë bashkëpunim sa më konkret dhe efektiv, unë besoj se agjenda jone e përbashkët duhet bazohet në 5 shtylla. Sinergjia dhe partneriteti ekonomik rajonal është shtylla e parë. Fieri dhe Vlora përbën një motor të fuqishëm ekonomik, kryetare, për perëndimin e Shqipërisë. Fieri si ambari bujqësor dhe një qendër e rëndësishme industriale logjistike, gjen tek Vlora potencialin e saj të jashtëzakonshëm turistik dhe ekonominë blu, partneri natyral. Synimi ynë
duhet të jetë krijimi i politikave lokale që favorizojnë korridore tregtare ndërmjet dy bashkive tona, duke lidhur prodhimin ton bujqësor elektoral me tregun e gjerë të konsumit dhe hotelerisë që Vlora ofron, si dhe duke nxitur investimet e përbashkëta në agroturizëm e infrastrukturë. Pika 2 që doja të theksoja është shkëmbimi i praktikave më të mira legjislative dhe administrative. Nuk kanë munguar as dhuratat mes antarëve dhe drejtuesve të dy këshillave bashkiak. Qytetit të Fierit. Faleminderit. Kryetare dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit. Nga i dhurat nga ana jon, nga simbolet e qytetit tonë të bukur të Vlorës. Ti besoj se kete për normal. Shumë faleminderit. Këshilli Bashkiak i Vlorës i ka kthyer tashmë në tradit shkëmbimet e eksperiencave dhe bashkëpunimet me këshillat bashkiak në qytete të ndryshme të vendit, ndërsa ky takim i zhvilluar këtë të premte me Këshillin Bashkiak të Fierit në Vlorë është në kuadër të forcimit të partneritetit, por edhe të planeve strategjike për bashkëpunim në të ardhmen.